Gjithmonë kam patur një bindje që në momentin e parë kur Limi hyri brenda shtëpisë dhe filloi që të njihet me Dolçen, filloi të krijon atë gjën e madhe me Dolçen, kam patur një bindje që e bën këtë gjën Dolçja me kastile, domethënë në një farë mënyrë Dolçja i akmeret Albës dhe kjo gjëja u faktua sonte. Qëndrimi i saj, vendimet e saj, mënyra se sa e lumtur, sa pozitive ndjeshte në fakt për atë gjën që kishte bërë, domethënë i dukej vetja shumë okay, ndërsa tek Limi, pak e turpshme, të kalosh momente me një vajzë, të mos e përfundosh lidhjen, edhe të sillesh në këtë formën e një kapoje, domethënë ashtu siç Limi sillet, mendoj që nuk është njerëzore. Gjithsesi mua më vjen keq për Albën, edhe pse ajo vendosi që të ri brenda asaj shtëpie, nuk ma merr mendja që do të mundet të vazhdon të ri, nga që i gjithë debati që u bë, domethënë ai ishte shumë në siklet dhe mendoj që do të jetë më shumë në siklet, sepse nga reagimet, nga veprimet që ndodhen, nga fjalët që u than, edhe nga opinionistët, domethënë Leonora i tha Dolçes që ti kap më shumë burra se sa unë flej, mendoj që Dolçe tani do të bëhet edhe më e ashpër, edhe më e egër vetëm e vetëm që ta lëndon Albën më shumë. Ky është mendimi im.